Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Shikues të nderuar, takohemi këtu në emisionin ton javor Të jetojmë me Islamin. Siç e dini dhe ju, në këtë emision mundohemi të trajtojmë tema të ndryshme fetare, që i kërkon aktualiteti, koha, shoqëria apo jeta e një besimtari në përgjithësi. Temën të cilën do ta trajtojmë sonte është ummeti më i mirë që nuk dëshpërohet kurrë. Misafir në këtë emision kemi hoxhën e nderuar, Hoxh Zekiria Rushani. Selamu alaikum Hoxh dhe mirë se erdhët në këtë emision. Aleikum selam wa rahmatullah. Hoxh, pa mos humbur shumë kohë, vazhdojmë me pyetjen e parë, një sqarim të shkurt rreth titullit ummeti më i mirë nuk dëshpërohet kurrë. Pse jemi ummeti më i mirë? Estaizu billah, bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa ashabihi ejma'in. Unë fillimisht ju përshëndes dhe ju falenderoj për ftesën që më bëhet. Gjithashtu lut Allahun xhaleshanuhu që këto ciklet e emisioneve tuaja të kenë sukses ende më të madh inshallah taala. Kur flitet për ummetin, është mirë që të bëhet një përkufizim i vogël apo i shkurtër rreth asaj se çfarë do të thonë fjala ummet, edhe çfarë sfidash përballon ky ummet, edhe ditët në të cilët jetojmë ne sot, vërtet ummeti Muhamedit alayhis salatu wassalam vërtet ballafaqohet me sfidat më të mëdha, me problemet më të mëdha, me pengesat më të mëdha. Zatën e Islami këtë problem që sot e ka patur gjithmonë, qish në periudhat e para të paraqitjes së tij, jo vetëm në kohën e pejgamberit alayhis salatu wassalam, edhe në kohët e gjithë pejgamberëve tjerë, çdo pejgamber pati probleme. Çdo pejgamber, duke filluar prej Ademit alayhis salam. Mos mendoni se Ademi alayhis salam edhe ai e pati të lehet, edhe ai e pati sfidën apo pengesën më të madhe, i cili kush ishte shejtani i mallkuar. Megjithatë, ne përsëri mbetemi ummeti më i mirë. Ummet është apo quhet populli i cili jeton mbas Muhamedit alayhis salatu wassalam. Gjithashtu edhe pejgamberët tjerë patën ummetet e tyre. Mirë po, Muhamedi alayhis salam thotë unë do të mburem me ju. Pse do të mburëm vetëm me devotshmërinë tuaj, jo vetëm me atë që shpesh alarmohet me numrin tuaj, normal edhe me numrin që do ta kenë muslimanët apo ummeti pejgamberit alayhis salatu wassalam. Në Kur'an fjala ummet përdoret shpesh, mirë po në aspektin e drejt për drejt, fjala ummet përdoret e kemi në suret Ali Imran, ajetin 110, ku Allahu xhaleshanuhu i thot pejgamberit alayhis salatu wassalam në mënyrë direkte, po edhe neve, sepse ai mund tani nuk është në mesin ton, i thot kështu: Estaizu billah, bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas. Ju jeni ummeti më i mirë që Allahu zgjodhi nga njerëzit. Shkoni, të thotë Zoti jeni ummeti më i mirë, e di çfarë do të thonë? Do të thonë që ti ke barën më të madhe. Kur thotë je më i miri, çfarë do të thotë? Ose për shembull, mësuesi e lavdron një nxënës apo nxënëse në klasë, një student apo një studente në klasë, e thotë ti je më i miri në klasë, apo ti je më e mira në klasë. E tani ka atë ndërgjegje, e ka atë moral, e ka atë përkushtim që vazhdimisht të i qëndroj besnik profesorit të tij, që asnjëherë mos ta zhgënjej me ndonjë gjest jo të mirë apo me mosmësim. Në këtë rast, Allahu xhaleshanu në surat Ali Imran edhe na thotë shumë mirë, jeni ummeti më i mirë. Tani Zoti neve na ka lavdëruar, Allahu xhaleshanu, krijuesi i 7 qafjeve dhe i tokës, krijuesi i gjithësisë, i gjithdijshmi, i pakufishmi. Allahu xhaleshanu të thotë je ummeti më i mirë, të jep një barë që s'ja ka dhënë kujt. Edhe pse va dha një barë të tillë, ua ekspozojnë atë mënyrën alegorike kur ju tha inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha. Ne këtë emanet tonin, feja është emanet, predikimi është emanet. Të quarit në vend të emanetit Allahu xhaleshanu është një barë e madhe. Allahu a ekspozoi, u paraqiti edhe kodrave, edhe qijeve, edhe tokës. Bujro, ma mund të mbani këtë Kur'an. Çfarë thanë ato? Fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha. Ata thanë jo Zot, ne nuk mund ta mbajmë. Fa hamalaha al-insanu, edhe këtë emanet kush e mbajti? Njeriu e mbajti. Pse? Innehu kana zaluman jahula. Sa i paditur ishte ai, sa ignorant që njeriu
i cili e barti i doli Zot këtij emanet. Tani ki student, apo ki ummet, apo këto njerëz, apo pasardhësit e pejgamberit alayhis salatu wassalam, i tharët e islamit, besimtarët, janë ummeti pejgamberit alayhis salatu wassalam. Kuntum khayra ummetin ukhrijat linnas. Ju jeni popull më i mirë mes krishterëve, më i mirë mes jehudëve, më i mirë mes hinduzëve, më i mirë mes konfucionistëve, më i mirë mes budizmit, më i miri prej gjithë njerëzve ju jeni. Ama ne dim pse? Shikoj interesant, Allahu të lavdëron në mesin e melekëve, në mesin e 7 kaqjeve dhe të tokës, vetëm për 2 arsye apo për 3 arsye shumë të thjeshta. Ndoshta neve në shikim të parë këto arsye na duken shumë të thjeshta, në fakt nuk janë të thjeshta. Pse? Shikoj çfarë thot. Kuntum khayra ummetin ukhrijat linnas. Jeni ummeti më i mirë i nxjerrur nga njerëzit. Do me thonë prej sot ka bota 7 miliard diku numëron 7 miliard banor, edhe prej 7 miliardve, për shembull 1 miliard e 700 milion, Allahu Lëshanu i ka dallu prej atyre qerëve, a nuk është një privilegj i madh kjo? Është shumë i madh është. Këtë ka thënë Allahu para 1435 viteve. Kupton? Po kjo do vazhdoj ende sot e kësaj dite deri në kiamet. Allahu në surët Ali Imran do thotë ju jeni ummeti më i mirë. Jemi duke u ndalur dhe duke u koncentruar në fjalën ummet. E tani, pse jemi ummeti më i mirë? Kuntum khayra ummetin ukhrijat linnas. Jeni ummeti më i mirë i nxjerrur nga njerëzit. E dim pse thot? Sepse thot ju jeni ata të cilët urdhëroni në të mirë dhe ndaloni nga e keqja. Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. 3 janë arsyet të cilat na bëjnë neve që të jemi ummeti më i mirë. Ka edhe arsye tjera. Diku përmendën pejgamberi alayhis salatu wassalam thotë mu Allahu Xhaleshanuhu më dalloi prej gjithë pejgamberëve tjerë, kur atë ka dalluar, do me thonë edhe neve ne ka dalluar. Mes atyre thot armiku një muaj larg të maket frikën, mes atyre që thot unë gjithë pejgamberët duat e tyre kundra apo për popujt e tyre i kanë shfrytzuar në këtë dynjë. Muhamedi alayhis salatu wassalam thot është i vetmi pejgamber i cili duan, lutjen e tij nuk e ka shfrytzuar në këtë dynjë. Pse? E ka ruajt për ummetin e tij në botën tjetër. Duke ditur, duke qenë shumë i vetëdijshëm, zahmetin, turbullinë e madhe, problemet e mëdha, fatkeqësitë më të mëdha do të jenë botën tjetër se sa në këtë botë tjetër, dëshpërimet ne që në këtë botë i quajmë pikëllim, depresione, stresi, këto në krahasim me atë që do të ndodhi në botën tjetër nuk kam pesh as sa fleta e një mize apo një mushkoje. Të i kthemi asaj që pejgamberi Islam thotë unë u dallova prej pejgamberëve tjerë. A nuk është një dallim i madh për shembull që ky ummet namazin e falën kudo që ta gjej ezanit ta kap ezani, ja? Krishterët nuk e kanë këtë. Ai duhet patjetër të shkojë në kish. Ai duhet në fakt ajo nuk është islame, mirë po sipas dogmave dhe besimeve të tyre duhet patjetër të i drejtohet priftit. Patjetër duhet shkoj të rrëfehet, të i hedh aty një 20 apo 50 euro, kjo është shumë qesharake, edhe ai që fal gjinaat e 6 ditëve të kaluara. Këtë në Islam elhamdulillah nuk e kemi. Prandaj jemi ummeti më i mirë. Pse thotë ud'uni astajib lakum? O njerëz, më thirrni mua, unë do t'ju përgjigjem juve. Nuk ka nevojë xhamati jon të shkojë te hoxha të i rrëfehet stakfirullah hoxhës apo kryetarit të besimtarëve, të tregoj probleme gjatë gjithë javës, e bëna këtë gjina, hajde tash 100 euro, edhe gjinati ketë sosme, të fshira. Kjo në Islam nuk ekziston. Ummeti më i mirë pse jemi? Ta'muruna bil ma'ruf. Ju urdhnoni në të mirë. Ne kur urdhnojmë në të mirë, kjo ummet që do të urdhnojmë në të mirë, do të bëhet pjesë e këtij ajeti kuranor. Do të bëhet pjesë e asaj që Allahu Xhaleshanuhu i quan ummeti më i zgjedhur, më i dalluar. Ta'muruna bil ma'ruf. E tani parashtrohet pyetja lirisht me plot të drejtë mund të thuash, hoxh, a urdhnojmë në të mirë sa duhet? A urdhnojmë në të mirë sa duhet? A ma shumë urdhnojmë në të keqe, apo thonë më ndryshe, ndoshta nuk urdhnojmë në të keqe në mënyrë direkte, por heshtja jon
ndaj shumë padrejtësive që bëhet në popull, në mesin e muslimanëve, mesin e familjeve të muslimanëve, mesin e një bashkësie, mesin e një fshati, mesin e një qyteti, mesin e një shteti, gjithë to padrejtësi që bëhen ndaj muslimanëve, mesin e një kontinenti të themi apo në botën në përgjithësi, nëse një grup i cili ka mundësi të reagojë, të përmirësojë gjendjen, nëse ky grup heshtën, atëherë indirekt të urnojnë në të keqe, derisa nuk ndalon atë që është e padrejtë. Ta'muruna bil ma'ruf, ju urnoni në të mirë. Fjala urnoni në të mirë është një jetë e tërë, i dashur vëlla. Fjala të urnojsh në të mirë është kurban, të shkosh kurban për Allah. Fjala të urnojsh në të mirë është sakrificë, gjithë pasurinë, gjithë elanin tënd që ke fizik, psikologjik, ekonomik që ke në shtëpi apo që Allahu lëshanu të ka falë, të i vendosh në shërbim të asaj që quhet të urnësh në të mirë. Ndoshta pak pyetjen e parë e zgjatë mirë, po është është një oqean i tërë për të arsyetuar ata se pse Allahu xhaleshanuhu neve na dalloi prej ummeteve tjera, të urnësh në të mirë. E çfarë më thon të urnësh të mirë? Do më thon ti thosh ja Resulullah, siç tha Ebu Bekri radiallahu anhu, çfarë tha? Ja Resulullah, familja ime, pasuria ime janë kurban për ty ja Resulullah. Do më thon, jo vetëm për Muhamedit në Islam, a e dinte që Muhamedi në Islam nuk ka nevojë as për Ebu Bekrin si person, si fizik, as për pasurinë e tij, as për familjen e tij, por Ebu Bekri i tha shumë mirë, do më thon, kjo fe don pasuri, don njerëz, don djem, don vajza që do sakrifikojnë për fjalën e Allahut për ta çuar emanetin e Zotit në vend. Nëse nuk ke shembull ku ta marrish, urno lexo biografinë e Ebu Bekrit radiallahu anhu, i cili jetoi vetëm për një qëllim. Jetën e tij, familjen e tij, pasurinë e tij që jap gjithë Islamit. Kjo është të urnuar në të mirë. Ne mund të folim gjithë ditën, ne mund të ligjërojmë gjithë ditën, gjithë jetën, gjitha dekadat që ne mund të jetojmë. Mirë po, praktikisht ne çfarë bëjmë për Islamin? Islami ka bërë për ne, gjithçka ka bërë. Mjafton që e kemi Kur'anin, mjafton që Allahu lëshanu garantoi që ky Kur'an do ruhet deri në ditën e Kiametit. Të paktën këtë gajle nuk e kemi. Këtë e runë Allahu lëshanu. Po, si duket ne këto tre arsye që i ka përmend Allahu në Kur'an pse jemi një ummet i më i mirë, nuk i kena kuptuar qartë dhe bukur në kohën e fundit që jetojmë. Atëherë ne si bartës të këtij amanetit të madh, ku duhet të inspirohemi më shumë hoc? Ashtu. Shumë pyetje me vend. Shiko, inspirimi muslimanit në rastin konkret, a nuk do të kishte mjaftuar Kur'ani? A nuk do të kishin mjaftuar shembujt e shokëve të pejgamberit alayhis salatu wassalam? Ne për shembull me një grip me njerë stepemi, ndalemi, me një virus të vogël, apo me një problem të vogël familjar, me njëherë dëshprohemi, apo me një pengesë ekonomike, me njëherë zbrapsemi. Shko, kur të fillojsh të shohësh të gjithë pejgamberët, duke filluar edhe prej Ibrahimit alayhis salam, apo prej Nuhit alayhis salam, ne kemi shumë, apo edhe Musën alayhis salam, kemi edhe Isën alayhis salam, i kemi të gjithë pejgamberët inspirimin kryesor, të cilët përmenden të gjithë në Kur'an. Lënë më jetën e pejgamberit alayhis salatu wassalam, i cili gjatë 23 viteve asnjë natë nuk ka fjetë rehat. Ne kemi problem nëse një natë nuk flejmë rahat, me njëherë shkojmë te doktori, pse nuk flet rahat mbrëm. A e dim pse pejgamberi islam s'ka fjetë rahat? Vetëm për një shkak, vetëm për një gajle. O Zot, a thua e çova emanetin e Allahut në vend. Kush e ka prej nesh këtë gajle? Cili prej nesh natën i del gjumi edhe mendon, vallahi sot çfarë bëra për Islamin? Sot, a thua çova diçka në vend, Allahu më lavdëroi, Allahu më tha ti je umeti më i mirë. Pse? Urdhon të mirë, ndalon nga e keqja. Unë kam një shok të keq, apo e kam një shoqe të keqe, apo e kam një antar të familjes, nuk është në rrugën e drejtë, nuk është në rrugë të mbarë, qoftë burr apo grua, djalë apo vajzë. A thua ti çfarë bëre për atë antarin? Nuk do me thonë që unë elhamdulillah i fali 5 kohët e namazit, mundohem të mbroj moralin tim, shikimin tim, rrugën tim, ecjen tim, dorën tim, kamën tim, kështu me radhë. E kreve ti emanetin tënd që je urdhëruar apo ke ardhur në tokë, asnjëherë se ke krejt. Këto e njerëzit më të dështuar te Allahu xhaleshanu. Të izolohesh në vete, e të mendosh se e ke krij obligimin, u bëna unë mirë.
Mirë, ti në qoftë si e borë mirë, është një antar në familjen tënde që fale namaz, po 6 antarët tjerë nuk fale namaz.